الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet, madhërimet I takojnë vetëm Allahut I cili është një dhe I pashoq. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë. Përshëndetjet, lëvdatat, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë atyre që esin rrugës së Tij dhe kapën për sunetin e Tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtarë, jeta e kësaj bote edhe pse duket e shkurtër, prapse cili prej neve në të ka me bo një rrugtim I cili është I mbushur me sfida të cilat kanë nevojë për përgatitje dhe kanë nevojë që ato me I kalu mirë dhe me dalë në faqe e barë për tyre. Ky rrugtim të nderuar vëllezër ka shumë stacione në të cilat duhet të ndalojmë, ose deshëm apo nuk deshëm në disa prej tyre do të ndalojmë. Dhe në secilin prej tyre kemi nevojë që të furnizohemi me derivat në mënyrë që pastaj ta vazhdojmë rrugtimin deri në pikën tjetër pa probleme të mëdha dhe pa telashe. Ndërsa cili është ky furnizim ose cili është ky derivat me cilin duhet mu furnizu na që me vazhdu rrugtimin tonë deri në frymën e fundit që e kemi në këtë botë. Allahu I lartësuar në mënyrë të drejtë për drejtë dhe shumë qartë na bën thirrje që të furnizohemi me këtë derivat I cili është I pasavendësueshëm. Nuk ka diçka që e zavërcon këtë. Ajo është devotshmëria dhe takvallahu ndaj Allahut të lartësuar, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Dhe Allahu I lartësuar dhe furnizohuni në derivat I cili ja u mundson me vazhdu rrugën edhe rrugtimin drejt feje, ndërsa derivati më I mirë me cilin furnizoheni është devotshmëria dhe është takvallahu. Të nderuar vëllezër, Allahu I lartësuar e ka bërë devotshmërinë pikë shumë të lartë, të cilën mundet me emri besimtari mirë, po edhe e ka bërë shpëtim për të gjitha këto sprova dhe këto sfida me cilat ballafaqohemi. Andaj devotshmëria ose derivati I devotshmërisë është I nevojshëm për ne në çdo pikë dhe në çdo stacion të kësaj jete, të cilat stacione janë të ndryshme dhe po nuk u furnizuam me këtë derivat, pastaj kemi me pas shumë problem me emrin që duhet, me emrin mirë, ose ndoshta edhe s'mundemi me arrit fare aty ku jemi nisë te mëshira dhe falja Allahut të lartësuar. Për këtë derivat të nderuar vëllezër, kemi nevojë edhe në përditshmërinë tonë, në jetën tonë të përditshme, në familjet e tona, në shitbërjetjet e tona, në tregtitë tona, në pasuritë tona, sepse është derivati më I mirë, nga se të gjitha këto që u përmendën mundën mu shëpru në sprovë. Dërsa Allahu I lartësuar, kur e përmend shitbërjetjen, pastaj e përmend kamatën që s'duhet besimtari mu përly me te, pastaj I përmend mospajtimet mes bashkëshortëve, e këto mospajtime nëse shpihen deri te shkurëzimi dhe ndarja, Allahu I përfundon këto ajete duke thënë: "Wattaqullah." Ju duhet devotshmëria. Ju duhet devotshmëria edhe në ndarje, edhe nëse vjen puna mundo, bashkëshortët, ju duhet devotshmëria. Ju duhet devotshmëria para ndarjes dhe pas ndarjes. Ju duhet devotshmëria edhe në shitje, edhe në blerjet dhe në përditshmëritë e tyre. Ju duhet devotshmëria edhe në zanatat dhe dijet që I marrin. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bëni të devotshëm. Furnizoni me devotshmëri sa Allahu ka më mësuar. Ka më mësuar dije dhe ka më mësuar zanate dhe dobi të shumta. Devotshmëria na duhet edhe për me të hjek mëshirën e Allahut të lartësuar, ku Allahu thotë: "Wattaquhu
la'allakum turhamun. Merrni devotshmëri, furnizoni me devotshmëri, sepse kështu do të mëshirohet. Prej kujt? Prej Allahut fuqiplor. Pastaj devotshmëria përveç tjerash të ndërruar vëllezër, është edhe porosia e Allahut që ja ka drejtuar të gjithë pejgamberëve dhe të gjithë umeteve dhe popujve të mëhershëm. Allahu thot: "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Ne i kemi këshilluar ose u kam kemi dhënë porosi atyre të cilët kanë qenë para jush, që kemi dhënë librin shpalljen, po edhe juve që të furnizojnë me devotshmëri. Keni frikë Allahut. E takvallahu ose frika me Allahut që përkthehet këtu është për qëllim devotshmëria e cila nuk na lën me shkel kufijtë dhe rregullat e Allahut të arzuar, pastaj me pasu dënimin e Allahut për to. Devotshmëria na duhet edhe për post bereqet. Allahu i lartësuar thot: "Walau an ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-sama." Sikur se banorët e fshatrave, të cilët nga shkaktu Allahu, do të sikur se ata të besonin edhe të ishin të devotshëm, do t'ja hapnin dy të bereqetit nga qielli. Domethënë edhe këto gjithashtu devotshmëria të ndëruar vëllezër është derivati më i mirë dhe furnizimi më i mirë edhe në raste të tërmeteve të ndryshme, të qoftë tërmete të tokës, qoftë edhe tërmete të brendshme të shpirtit, sepse njeriu nganjëherë po jeton tërmete të brendshme